Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve këtu në televizionin Syri. 32 pacientë të tjerë kanë humbur betejën me virusin COVID-19, ndërkaq 1612 raste pozitive janë regjistruar vetëm në 24 orët e fundit. Në po të njëjtën periudhë, vetëm në spitalin e Gjakovës është raportuar edhe për 98 pacientë të konfirmuar pozitiv. 2 ditët e para të shtatorit kanë nisur në mënyrë tragjike sa i përket rasteve të vdekjes si pasojë e virusit korona, ku vetëm gjatë këtyre 24 orëve janë regjistruar 32 vdekje. Sipas raportit të publikuar sot nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është bërë e ditur se është bërë testimi i 13.953 mostrave si të dyshuara për COVID-19, ku 1.612 mostra kanë rezultuar pozitive. Numër ky që rastet aktive i ka dërguar në nivel vendi në 26.524. Shifër e lartë e vaksinimeve është raportuar edhe gjatë 24 orëve të fundit, ku 20.618 qytetarë janë vaksinuar. Dhe sipas të dhënave nga Our World Data, Kosova raditet si vendi me më së shumti të vaksinuar në rajon. Ndërsa sa i përket hospitalizimeve aktuale në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov, bëhet e ditur se 125 pacientë po marrin trajtimin për koronavirus nga stafi mjekësor i këtij spitali, ku 98 raste janë të konfirmuara si pozitive. Negative janë të konfirmuara 11 raste, kurse të pa konfirmuara janë 14 raste. Trajtimi këtyre pacientëve po bëhet në bazë të gjendjes së tyre shëndetësore, ku me oksigjenoterapi po trajtohen 70 pacientë. Një pacient po trajtohet në respirator, ndërsa në gjendje më të rënduar janë 4 pacientë që po trajtohen me CPAP mask. Nga profesionistët e fushës së mjekësisë po bëhet thirrje vazhdueshme që qytetarët të vaksinohen dhe të kenë kujdes të shtuar ndaj masave që vetë se kanë hyrë në zbatim. Por se si po shkon procedura e vaksinimit në qendrën Femi Agani, është rritur fluksi qytetarëve që kërkojnë të vaksinohen edhe gjatë orëve të mbrëmjes, këto informata na sjell materiali në vazhdim. Në orët e mbrëmjes në qendrën e vaksinimit Femi Agani në Gjakov, situata është e qetë. Qytetarët të cilët kanë aplikuar në platformën e-Kosova nuk hezitojnë të drejtohen në këtë qendër për të imunizuar me vaksinën e cila shërben për mbrojtje ndaj virusit COVID-19. Mantel bardhët, punëtorët shëndetësor, por edhe policia e Kosovës, përkatësisht ata të Gjakovës, po punojnë me qëllim të mbarvajtjes së këtij procesi. Ndërsa qytetarët të cilët morën kurën e cila shërben për imunizim ndaj virusit COVID-19, apeluan tek ata që nuk janë vaksinuar ta kryejnë këtë proces i cili është në dobinë e të gjithëve. Është doza e parë që e kena bo, është që kjo AstraZeneca, për punën e ekipit shëndetësor është perfekt, është gjithçka normale. Për pritjet që e kena bo deri tash për mos me bo vaksinën, në shkon që nuk kena qenë sigurta me bo a mos me bo, po tash mos i bojnë krejt popullit, e bojmë edhe na. Ne ta bojmë vaksinën si trit, si pleq, po sidomos rinia ne ta bojmë më shumë, se po shihet edhe rastet që janë sa po vdesin, çish po vdesin mosha, çka është pak më problemi, edhe për çka është kaqi pse na e kena bo tash vaksinën. Sonte përfundova dozën e dytë të vaksinës Pfizer, nuk kam pas probleme gjatë dozës parë, gjatë dozës dytë presë mos me pas probleme. Kurse gjatë shërbimit këtu ka qenë pak më guzhë, mirë po tash po shihet se është më mirë, shërbimi ka qenë në nivelin e duhur. Nga ana tjetër, mjeku i cili është i angazhuar në këtë qendër, Valon Bellanica, ka treguar numrin e personave që u vaksinuan vetëm sot, e që arrin deri në 933 persona. Interesimi i qytetarëve për të vaksinuar qendrën e vaksinimit Femi Agani është i kënaqshëm. Deri me tani janë vaksinuar rreth 933 persona me dozat para AstraZeneca edhe me dozat dyta Pfizer. Gjithë qytetarët së pari të dojnë termin që të mos bëjnë grumbullime në qendrën e vaksinimit, për shkak se janë potencialisht shpërndarës të virusit edhe pastaj ta kryejnë obligimin e vaksinimit. Rikujtojmë se qendra e vaksinimit Femi Agani në Gjakov është hapur nga dita hënë deri në ditën e shtunë, nga ora 7 mëngjes e deri në ora 20 në mbrëmje.
Grup moshat e të infektuarve me virusin korona sipas infektologut Afrim Sulejmani janë të ndryshme. Kjo për faktin se virusi Delta nuk ka kursyer as fëmijët, madje ka ndryshuar edhe simptomat e pacientëve. Gjendja në spitalin e Gjakovës duket të jetë rënduar si rezultat i rritjes së numrit të personave të infektuar me virusin korona. Në spitalin Isa Grezda në Gjakov, aktualisht janë të hospitalizuar gjithsej 125 pacient. Por lajmi i mirë është që ka më shumë të shëruar se të infektuar. Kështu tha për televizionin Syri infektologu Afrim Sulejmani. Është fat i mirë dhe është informatë që po provojmë me nda me juve. 2 ditë e funit ma shumë pacienta po shërohen se sa po pranohen. Uroj që ky trendi i stabilizimit përkatësisht i uljes së numrit vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Mosha e të infektuarve me virusin korona sipas Sulejmanit është ndryshme, sepse varianti Delta nuk po kursen as grup moshën e fëmijëve. Tashmë është e ditur se varianti Delta nuk po kursen mosha. Ka pacientat pranuar që janë në pediatri, pra është mosha pediatrike, ka pacienta të cilët janë mosha mesatare dhe ka pacienta të cilët janë të shtyrë në moshë ose janë në grup moshën e tretë, ashtu siç i kualifikojnë. Komplikimet që po shfaqin pacientët janë të ndryshme prej atyre që ishin deri më tani. Simptomatologjia ka ndryshuar, nuk është e njëjtë me atë të COVID-19, thot Sulejmani. Tashmë është e ditur se komplikimet kryesore e virusi SARS-CoV-2 ose COVID-19 i shkakton në sistemin respirator, pastaj në sistemin kardiovaskular, së fundi varianti Delta komplikimet i shkakton edhe traktin gastrointestinal, por kanjëherë din me prek edhe sistemin nervoz qendror. Mjekët bëjnë thirrje që qytetarët të vaksinohen, sepse edhe në rast të infektimit me cilin do nga variantet e koronavirusit, vaksinimi do të bëjë që virusin ta kalojnë më lehtë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë së fundmi ka publikuar listën lidhur me rekrutimin e inspektorëve sanitar në 6 regjione. Komuna e Gjakovës në këtë listë nuk është përfshirë. Hollësi të tjera në lidhje me mungesën e njohjes së Gjakovës si regjion na një materiali në vazhdim. Rezultatet e konkursit për pozitat e punës inspektor sanitar të publikuar nga Divizioni Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Shëndetësisë kanë ngjallur skepticizëm se pse komuna e Gjakovës nuk është përfshirë në listën e 6 regjioneve në nivel vendi për rekrutimin e inspektorëve sanitar. Lidhur me këtë çështje, Kushtrim Brahimaj nga Zyra e Burimeve Njerëzore thotë: Edhe për ne ka qenë shqetësuese që në këtë listë nuk është përfshirë Gjakova. Pra janë përfshirë 6 regione tjera të Kosovës, por mungon Gjakova. E bëjmë dije të gjithë opinionin publik që Gjakova është region në kuadër të Republikës së Kosovës, si në fushën e sigurisë, po ashtu edhe në atë të drejtësisë, edhe në shumë fusha të tjera. Është për çudi që tek kjo fushë, pra po flasim tek Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit, nuk kanë reflektuar ende. Por cilët janë hapat konkret që komuna e Gjakovës do t'i ndërmerrë në lidhje me këtë situatë? Jemi në një procedurë të transferimit të inspektorëve sanitar nga komuna tek Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit. Në momentin që do të kemi një vendim i cili nuk e përfill Gjakovën si region, komuna e Gjakovës do të parashtrojë ankesë ose kërkesë që të ndryshohet dhe Gjakova të përfshihet në regionet e Kosovës. Por është një procedurë tjetër, thot Brahimaj. Inspektorët sanitarë në të gjitha komunat e Kosovës janë në fazën e transferimit në kuadër të Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit, që funksionon në kuadër të zyrës kryeministrit. Dhe në rastin kur të ndodh ky transferim me një vendim të caktuar, në atë rast, në rast se nuk njihet Gjakova si region, komuna e Gjakovës është e gatshme që të njeh të gjitha rrugët ligjore për ta mundësuar njohjen e Gjakovës region ashtu siç i takon. Bazuar në listën e publikuar, të gjitha regionet do të përforcohen mesatarisht me nga 10 më shumë inspektor sanitar, por a do të ndikojë kjo mungesë në Gjakovë? Faktikisht kjo do të ndikojë, për shkak se inspektorët e agjencisë do të detyrohen të vinë nga peja dhe nuk do të mund të jenë efektiv në punë duke pas parasysh udhëtimin për vajtje ardhje.
Mirë po, qytetarët e Gjakovës nuk do të kenë problemet kësaj natyre për shkak se komuna e Gjakovës ka kapacitetet mjaftueshme të burimeve njerëzore në këtë fushë. Aktualisht në komunën e Gjakovës janë të angazhuar 24 inspektor, prej tyre 5 janë në fushën sanitare. Tutje bëjmë të ditur se lidhur me këtë situatë ne kontaktuam edhe Ministrinë e Shëndetësisë, por që nga paraditja e djeshme nuk arritëm të marrim përgjigje zyrtare. Punimet e papërfunduara në rrugën Bujaroka po shkaktojnë telashe për qytetarët. Shumica prej tyre duan që punimet të përfundojnë sa më shpejt, sepse në pjeset e paregulluara mund të ketë edhe rreziqe. Kjo rrugë që ishte parapar të përfundoj kohë më parë, po del të jetë shndërruar në shqetësim për banorët që kanë shtëpit pranë rrugës dhe jo vetëm. Zhavori, gropat e pambyllura e pluhuri po konsiderohen pengesë për banorët e rrugës Bujaroka. Ashko që di qysh jetë këtë rast pa u ndërtu, kjo është rruga kryesore Bujaroka. Kjo që ndehet e ndarje për në Shkugës, kjo e shumë keq. Është në 4 metë shtyt, kjo s'dihet çka të bëjë. Investimet janë nul, as nuk dihet kur do të nisin, kur do të përfundon. Banorët po ashtu thonë se pritshmëritë e tyre ishin që kjo rrugë të lëshojë në qarkullim gjatë verës, pasi që kështu siç është po u sjell telashe. Kur ka startu ndërtimi i rrugës, ka më që përse 4 muaj që kjo pjesë e Bujarokës rrugës përfundon, që u bën 48 muaj e vonë, lagja situata ka qenë më tepër si po kryen funksionin e deponisë gurëve, zollit për objekte tjera, sa që për ndërtorin këtu. Ka ngel që më thënë mshirë kur do të vjetë ahi momenti për me mujt me u rregullu. Lidhur me këtë çështje, drejtori për shërbime publike, Shkumbin Kastrati, thotë se vetmi arsye që nuk është intervenuar në këtë rrugë është dislokimi i tensionit të lartë nga kompania përgjegjëse, gjë që do të bëhet së shpejti sipas tij. Arsyeja pse kemi stagnim të punimeve në këtë lot, për çka fletni ju, është për shkak se kosti, që është institucioni i transmisionit tensionit të lartë, ka marrë përsipër dislokimin e tensionit të lartë i cili gjendet në përbri rrugës aktuale dhe është pengesë. Dhe jemi në pritje të kostit që të vijë dhe të bëjë dislokimin e rrjetit tensionit të lartë, në mënyrë që operatori ekonomik të vazhdoj punimet. Kemë marrë premtime prej kostit që do të vinë shumë shpejt për dislokim, mirë po kjo është arsyeja pse për momentin kanë stagnu pak punimet, mirë po jemi tu punuar pjesën e sipërme. Nuk jemi tu ndal, edhe besojmë që për një muaj e gjys do të rrshohet edhe kjo pjesa me shtresën e parë të asfaltit, e mandej tutje do të përmbyllet projekti besoj vitin ardhshëm. Ky projekt është financuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe ka vlerën e investimit prej 3.5 milion eurove. Përndryshe, rruga Bujaroka deri tek ura Tabakut e përmbyll qarkurën e brendshme të qytetit dhe ka gjatësi prej 2-7 kilometra. Edhe në 2 projekte të tjera infrastrukturore kanë filluar punimet sot. Bëhet fjalë për asfaltimin e rrugëve në fshatin Shqiponj dhe në Qerim, që në tërësi përfshin 11 akse rrugore. Sot kanë filluar punimet infrastrukturore në fshatin Shqiponj, konkretisht në rrugën Beteja e Gushtit. Këtu do të rregullohen 4 akse rrugore, të cilat arrin vlerën e investimit rreth 53.000 euro. Kështu është shprehur kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, i cili theksoi se në Shqiponj apo Ish Jabllanic do të punohet edhe në murin mbrojtës me gjatësi rreth 200 metra në aksin rrugor 17 Maji 99. Ky projekt që kemi nisur tani ka një gjatësi prej 1.2 kilometrave, janë 4 akse rrugore që lidhin një numër shumë të madh banorëve të Shqiponjës, Jabllanicës. Vitin e kaluar në 2019 kemi kryer një pjesë të madhe të lagjeve, tash aty ku banohet po besojmë që e përfundojmë përpos një aks rrugor i cili është i prokuruar nga ministria dhe që e përfshin një pjesë të madhe të fshatit deri te shkolla dhe atëherë deri në Kralan, po besojmë që edhe ajo pjesë do të gjendet mundësia nga ministria që të përfundohet dhe që infrastrukturën rrugore në këtë fshat ta përmbyllim. Megjithatë ka qenë një gjendje e keqe, është përmirësuar seriozisht, nuk duhet më harru që tani është edhe uji i pijes, më kemi po punojmë edhe në kanale, shumë shpejt do të nisim. Një tjetër projekt infrastrukturor filloi edhe në fshatin Qerim. Këtu do të rregullohen 7 akse rrugore me gjatësi rreth 1 kilometër. Jemi këtu në pjesën urbane të qytetit, që ne e quajmë Qerim Jug, do të thonë pjesa jugore. Është një lagje e tonë, që po shihni edhe vetë, është në gjendje shumë të keqe.
Si vjetë kryhen 1000 metra rrugë që ndiku 7 akse, edhe kemi 200 metra sanim kanalizimit, në pjesën e cila mbetet dhe mbledh këtë pjesë kanalizimeve, është vlerë diku 65.000 euro. Mjetet bugjetore të komunës Gjakovës ekzistojnë, kompania është në rregull, kështu që shpresoj që shumë shpejt edhe kjo pjesë e qytetit tonë do të del nga kjo gjendje në cilën është. I pari komunës, ndër të tjera ka theksuar se në këtë mandat do të përfundohen dhe asfaltohen të gjitha rrugët në komunën e Gjakovës. Banorët e banesave kolektive përballë gjykatës janë në telashe me kanalizimet. Ujrat e zeza kanë kapluar sipërfaqen, si pasojë e dëmtimit të gypave të kanalizimit. Një situatë e tillë për banorët është shumë shqetësuese, sepse era kundërmon kudo dhe hapësira është shumë e papastër. Banorët që jetojnë në banesat kolektive përballë gjykatës themelore në qytetin e Gjakovës kanë telashe me kanalizimin. Në podrumin e kësaj banese, ujrat e zeza kanë dalur në sipërfaqe si pasojë e dëmtimit të gypave të kanalizimit. Shpend Kadria banon këtu nga vitet e 90-ta dhe sipas tij rrjeti i kanalizimit është vjetruar shumë, andaj ajo që është më së nevojshme është sanimi dhe rregullimi i kanalizimit. Edhe mas lutë, disa herë kem pas problem me ujnat fekalit, domethënë podrumat janë në gjendje të mjerueshme, që është shumë rrezik për banorët që banojnë këtu. Të los organet kompetente le të marrin masa për riparimin ose rregullimin, ose që do në veç le ta rregullojnë se është një gjendje shumë e rëndë. Kadria thot se përveç telasheve me ujrat të zeza, banorët nuk po mund t'i hapin as dritaret e dyert nga kundërmimi i rëndë. Shumë i rëndë për ne banorët me jetu. Nuk mund mi hap dyert pe kundërmimit erës shumë të keqe. Këtë probleme kanë adresuar në institucionet komunale, por që deri më tani sipas tyre nuk është ndërmarrë asnjë hap në këtë drejtim. Edhe në Qabrat, edhe në Kruar Gjakova, tash kush e ka, domethënë për sanimin edhe mbikëqyrjen e tubacioneve, nuk e di, po i kisha lutur organet kompetente që janë të komunës ose Qabratit ose të Kruar Gjakovës, që të marrin masa për sanimin e këtij problemi madhor për neve. 24 familje të kësaj banese bëjnë thirrje që të intervenohet në sanimin e kësaj gjendje, pasi që sipas tyre ekziston rreziku i ndonjë epidemie. Ata mbesin me shpresën që ky problem të zgjidhet sa më parë nga organet kompetente. 8.250 është numri i bizneseve aktive që ushtrojnë veprimtarinë në komunën e Gjakovës, ndërka që vetëm gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti janë hapur 237 biznesa të reja. Gjatë kohës së pandemisë, sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrit të Biznesit të Kosovës, aktualisht në komunën e Gjakovës 8.250 biznese janë aktive. Vetëm gjatë 6 muajve janë regjistruar 237 biznese, kurse të mbyllura total janë 32 biznese. Burim emra zyrtar i zyrës për biznes tregon disa nga arsyet e mbylljes së bizneseve në këtë komunë. Arsyeja disa mbylljeve të bizneseve janë shkak i pandemisë, domethënë që ka filluar nga viti para prak, domethënë që vazhdon edhe deri tash, po kemi edhe biznese të cilat kanë ndërshtuar në menaxhimin e tyre ose organizimin e punës, për shkak se kemi një hapje të bizneseve të madhe me kode të njëjta, për shembull, të marrë shembull si frizerka, si taksi, si rroba qepse, edhe këtu ndikon domethënë te konkurenca në tyre. Po problem tjetër çka është se është, domethënë është Covidi, është kreditat, është qeraja, është punëtorët që e kanë problem me majt ato biznese të hapura. Emra gjithashtu bëri të qartë edhe certifikata të reja të bizneseve, duke shtuar se ekziston edhe një numër i bizneseve që janë të hapura dhe nuk e kanë lajmëruar mbylljen. Ministria e Tregtisë ka vendosur përmes programit të ARBK me shtyp certifikate të reja me këtë numër të ri unik. Prandaj të gjitha bizneset në komunën e Gjakovës duhet vinë te ne me shtyp certifikate të re të biznesit që e kanë shërbimin pa parë. Dhe ne si zyre japim një flet formular me lejen e njoftimit dhe bëjmë shërbimin e këtij biznesi të ri shtypur pa parë. Ndërkësh zyrtari i taksës së firmës Nevroz Bajrami tregoi edhe për borxhet që posedojnë disa nga firmat. Borxhet ekzistojnë që nga viti 2004 deri në 2014. Në vitin 2014 përmes asamblesë komunale ky borxh u hiq, mirë po
për fatkeq them që borxhe ka shumë dhe I kisha lutur gjitha bizneset që në kohë sa më të shport vini të shtyjnë këto borxhe sepse borxhe pa u pagu do të besin ashtu. Dhe kjo e kurzuar përmes drejtorisë financave që nëse ka firmë të unë nuk mund ja nënshkruaj nëse regjistron automjetin. Në qoftë se një biznes ka borxh të madh dhe dëshiron të mbyll biznesin, pagesën e borxhit mund ta bëjë edhe me këste mujore, shprehet ndër të tjera Bajrami. Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar sot dizajnin e 2 fletvotimeve për zgjedhjet lokale të 17 tetorit, duke shtuar se KQZ do të kërkojë nga Ministria e Shëndetësisë vaksinimin e të gjithë trupave zgjedhor për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Komisioni Qendror Zgjedhor në mbledhjen e sotme ka thënë se do të kërkojë nga Ministria e Shëndetësisë vaksinimin e të gjithë trupave zgjedhor për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Komisioni gjithashtu ka miratuar edhe dizajnin e 2 fletvotimeve për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë. Ky dizajn u vlerësua I mirë, I lehtë dhe I qasshëm për qytetarët, ndërsa në vend të fjalës shënjani u ndryshua në votani me kërkesë të anëtarëve të KQZ-s. Në mbledhjen e sotme, kryeshefi I sekretariatit të KQZ-s, Burim Ahmetaj, tha se shumë shpejt do ta përgatisin planin për zgjedhjet në përputhje me masat anti-Covid. Krahas kësaj, KQZ sot ka bërë edhe regjistrimin e një partie politike të quajtur Forca e Diasporës. Ndërkohë, anëtarët e lëvizjes Vetëndosje kërkuan që raporti I auditimit të brendshëm për zgjedhjet e 14 shkurtit të dërgohet në prokurori, pasi sipas tyre ka shkelje të rënda. Ndërsa, Sami Kurteshi nga lëvizja Vetëvendosje kërkoi sërish që prokuroria të hetojë incidentin e javës së kaluar në KQZ, ku ai ishte I përfshirë së bashku me një zyrtar civil nga KQZ-ja. Investimet në sektorin e turizmit kanë qenë pjesë e prioriteteve të komunës së Gjakovës. Një super atrakcion I ri I njohur si ura tibetiane do të jetë në shërbim të atyre që e duan adrenalinën. Është 63 metra e gjatë dhe 25 metra e lartë. Kjo është ura tibetiane, ndërtuar vetëm pak metra larg urës së fshehtë në komunën e Gjakovës. Atraksioni më I ri e më unik në shtetin e Gjakovës është edhe ura tibetiane, e cila tashmë do t'ju ofrojë turistëve që të ndjejnë adrenalinë e aventurë shumë interesante përgjatë ecjes mbi këtë urë, e cila të ofron mundësinë të kalosh nga një anë e bregut të lumit Dren në anën tjetër. E kjo urë lidh edhe 2 komunat, komunën e Rahovecit me atë të Gjakovës. Në ceremoninë e inaugurimit të pranishëm ishin kryetari I komunës së Gjakovës Ardian Gjini, kryetari I komunës së Rahovecit Smail Latifi, si dhe zyrtar të Bashkimit Evropian. Me këtë rast u tha se ky projekt e begaton pakon e integruar të turizmit aventurier dhe e rrit potencialin turistik në komunën e Gjakovës dhe jo vetëm. Kjo urë është më e gjata në Ballkan dhe vlera e përgjithshme e projektit është 444.684 euro, që është financuar nga Bashkimi Evropian dhe Komuna Gjakovës, si dhe është implementuar nga Fondi I Zhvillimit të Komunitetit nga Kosova dhe ai nga Shqipëria. Është pjesë e kompleksit Via Dinarika, e cila është financuar nga BE-ja dhe është implementuar në Shqipëri dhe në Kosovë. Edhe jemi këtu ndoshta në njërin prej monumenteve të natyrës më të rëndësishme në Kosovë, është kanjoni I Drinit Bardh. Ne kemi punuar vitin e kaluar në shtigje, në ndriçim të kanjonit, ndërsa kjo urë I shtohet këtij atraksionit jashtëzakonshëm turistik edhe rekreativ në Kosovë. Komuna e Gjakovës ka bashkëfinancuar me BE-n në bashkëpunim me CDF-in, edhe kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me komunën e Rahovecit, për shkak se pa komunën e Rahovecit nuk kishte ndodhur kjo urë. Jam e lumtur që po përurojmë këtë atrakcion turistik I cili do të sjellë më shumë turistë në destinacionin si dhe shtigjet e Via Dinarikës dhe në aktivitetet tjera në natyrë. Po ashtu në të njëjtën kohë do të forcojë më shumë përfitimet ekonomike, mjedisore dhe sociale, si dhe do të rrisë konkurrencën e ofertës turistike të zonës ndërkufitare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërtimi kësaj ure ka filluar në muajin korrik të këtij viti në kuadër të planit të punës dhe projekteve nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, që në atë kohë hiqej nga drejtori Ferdinand Kolaj. Përndryshe, ura tibetiane konsiderohet urë primitive dhe më së shumti ndërtohet mbi lumen e gryka. Mirë po, kjo në Gjakovë nuk është ndërtuar nga litarët dhe dërasat, por nga metali I çelikt.
Lumi i drinit, shkëmbit e thepisur për rreth dhe natyra e bukur e ajri i freskët janë disa nga atraksionet që ofron ecja mbi këtë urë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Faleminderit që zgjodhët mediumin ton për t'u informuar. Për më shumë informacione na ndiqni në rrjetet tona sociale. Natën e mirë.